timin si mbarori, Spinën e thjesht në atë qytet, ka vendim Mesia. Spinën e thjesht në atë qytet, ka vendim Mesia. Zotë Krisht që është pamisje, dhe për atin ti dërguar, që të na shpëtoj e të na siroj. Gëzuar për shumë mod, Zotërin dhe zonja, ne vinë t'ju gëzojmë, si edhe t'ju lajmërojmë, Zotërin dhe zonja. Në qytet të shenjtë të ruar, uli foshnja e bekuar, Zotërin dhe zonja. Ai është Krishti vetëm, i dërguar në këtë jetë, Zotërin dhe zonja. Bravo, bravo. Shumë mirë kënduar. Tjetra? Ding dang Ding, ding, dang, ding, zonja dhe zotrin, pjekën anga një sjell se në Betlehem. Hey, ding, dang, ding, zonja dhe zotrin, një djalë për shpirt, Zoti Jezu Krisht. Zonja dhe zotrin, një largas mori u sjell, se në Betlehem lindi një fëmijë. Ai është Krishti, biri Perëndis, i cili do të jetë për mine dhe Zot. Hey, ding dang ding, zonja dhe zotrin, bingën plana larmi sjell se në Betlehem. Hey, ding dang ding, zonja dhe zotrin, lindi djalë për shpirt, Zoti Jezu Krisht. Çfarë klase? E treta B. Shumë mirë. Edhe ruajni këto. Bëheni çdo vit. Sepse këto kujtime kur të rriteni do ju sjellin gëzim. Sjellë pak atë Grazie, afroi grazie. Sepse e darovisim në zarë. Po, pse e darovisim në grazie? Sepse dhurata më e madhe që Perëndia i bëri njerëzimit ishte dërgimi i birit ti që u mishërua. Por dhurata më e madhe që do Zoti nuk do vetëm thjesht t'i japim diçka nga jashtë. Një sjellje e mirë, përparim në shkollë, sepse merrni nota shumë të mira. Ajo është më e rëndësishme. Ja do të tregoj një histori shumë të shkurtër. Kur shëni rënimi, shkruajti shumë dhe po përkthente dhe dhjatën e re dhe të vjetër në latinisht, ju lut Perëndis dhe i tha, çfarë mund t'japun ty, thot, përveç këtyre punëve? Edhe i tha, Jeronim, tha, mjep, thot, mëkatet e tua. Gjë që do thotë që dhurata më e madhe që bëjmë Zotit ne, është që të përpiqemi të bëhemi njerëz të mirë, ta duam njëri tjetrin, ta ndihmojmë njëri tjetrin, mos kemi ambicie për të dalë para atij tjetrit, për të mburrur. Nëse bëjmë këto, kjo është dhurata më e madhe që ne i bëjmë Zotit. Unë ju uroj që të keni suksese në shkollë, vitin tjetër të këndoni akoma dhe më bukur. Edhe këtë vit shumë bukur kënduat, po vitin tjetër akoma dhe më bukur. Gëzuar Krishtlindjet dhe për shumë vjet. Erdhi Krishtlindja, çdo gjë është gati, po vjen lindja e shpëtimtarit. Gëzoni, qeshni e logroni, bëni gati këngë që do të këndoni. Gëzoni,
Bëni gati këngët që do të këndoni, Stuar Krishtlindje çdo gjë është gati. Po vjen lindja e shpëtimtarit, gëzoni, gëzoni, qeshni e lodroni, bëni gati këngët që do të këndoni, gëzoni, gëzoni, qeshni e lodroni, bëni gati këngët që do të këndoni. Çfarë e krijoi Perëndin që krijoi universin? E para, Perëndia nuk është e krijuar. Nuk ka datë fillimi. Ka qenë gjithmonë. Kjo është vështirë shpeshherë kuptohet nga ne, sepse ne jemi kufizuar në kohë dhe në hapësirë. Perëndia është për te këtyre gjërave. Se në këtë ishin dy pyetje. Dhe krijimi u bë pikërisht nga dashuria që kishte Perëndia. Lumurinë e tij, jetën e tij, ta ndante edhe me të tjera, i jepte diçka dhe të tjerëve. Prandaj dhe krijoi gjithësinë. Por këtë ta marrim gjithmonë që Perëndia nuk ka fillim dhe s'ka asnjë. Po kur nuk ishte lindur Krishti. Se në Bibël thotë që lindi e bëri Krishti, por Krishti nuk ishte lindur akoma kur u bë boto. Shumë mirë, ja e tënë. Është ekzistenciale. Jo, të pyetje që edhe për të kuptuar ju. Lindja e Krishtit tregon mishërimin e Perëndisë. Personi i dytë i Trinisë, që dhe ai nuk ka fillim, për dashurinë ndaj njerëzve, për t'i shpëtuar, për ta restauruar përsëri natyrën tonë të rënë, u bë si njëri nga ne. Unë po do përpiqem ta shpjegoj pak më thjesht, siç thot Shën Athanasi i Madh, që Perëndia u bë njeri, që ne të bëhemi të marrim pjesë në natyrën e tij hyjnore. Dhe Krishtin e quajmë Perëndi njeriu. Gjë që do të thotë tek personi i Jezu Krishtit kemi dhe natyrën hyjnore, që është biri i Perëndisë, kemi edhe natyrën njerëzore që është njeri. Dhe prandaj Krishti kishte mundësinë të realizonte bashkimin njeriu përsëri me Perëndin, ta pajtonte përsëri. Kështu që lindja që festojmë ne është mishërimi i birit Perëndisë. Jo se lindi biri i Perëndisë në atë moment. Në simbolin e besimit, ne themi që dhe besojnë se është të lindur, themi jo të bërë, që ka kuptimin që biri është përjetësisht, edhe ai nuk ka fillim në kohë. Pa dyshim që këto janë shumë vështira për të kuptuar vetëm me arsye njerëzore. Po, duke u rritur, do filloni të kuptoni dhe disa gjëra akoma më shumë. Por për ta ditur që në Krishtlindjen ne festojmë ardhjen e birit Perëndisë tek ne, u mishërua si njëri nga ne, për të na shpëtuar ne, në dashuria që kishte për gjithë njerëzit. A do të vijë Krishti? A do vi përsëri? Sipas besimit krishterë është ajo që njihet me emrin ardhja e dytë. Po, herën e parë erdhi si shpëtimtar, jo si gjykatës. Në ardhjen e dytë, kur do jetë fundi i gjithçkaje, sepse bota ka dhe një fillim, ka dhe një fund. Po fundi nuk është siç paraqitet nga njerëzit të shkatërrit. Fundi është një restaurim i kësaj bote. Dhe ata që kanë bërë të mira, do ngjallen, ngjalljen. Ndërsa ata të tjerët do jenë tek dënimi. Por nuk do ndalemi shumë tek kjo gjë, por vetëm do të shpjegojmë tek që padyshim që nëse do lexohet një nga librat e fundit të Dhjatës së Re Mbulesa, flitet për ardhjen e dytë të Krishtit. Po, ardhja nuk është siç paraqitet, duhet ta theksoj këtë, sepse shpeshherë në shumë njerëz, në shumë shkrime paraqitet si shkatërrimi i gjithçkaje. Është si restaurimi i gjithçkaje. Edhe Mbulesa kështu thotë,
pash thot një tokë të re thot, dhe një qiell të ri. Dhe padyshim që ardhja e dytë është një ngjarje që krishterët e vërtet e presin me gëzim. Se nuk do thotë që ardhja është shkatërrimi i botës. Është restaurimi i kësaj gjëje. Dhe gjithë atyre njerëzve që janë përpjekur që në të jetë jetojnë sipas mësimeve të Zotit, që do thotë kemi dashuri për njëri tjetrin, kemi dhëmshuri, të ndihmojmë tjerët që janë nevojë. Nëse i bëjmë këto, të parët që përfitojmë jemi ne, duke ndihmuar të tjerët, ndihmojmë më shumë veten tonë. Sepse njëri që ndihmon tjerët, pastron zemrën, fillon të jetë gëzim në jetën e tij. Po që krishterimi beson në ardhjen e dytë të Krishtit, ta mbyllur pyetjen. Se e besimi të krishterë. Është viti i dytë që marrim pjesë në programin Jemi Enoria me marrë në moshën më të bërë. Jeta është një udhtim. Po, një udhtim me fjalët e Zotit është një udhtim në drejt. Si thot psalmisti, fjalët e tua janë kandil në këmbët e mia. Që do thotë në udhtimin e jetës, ne ndriçohemi tek këtyre fjalëve. Nuk ecim në errësirë. Se çfarë ndodh kur ecim në errësirë? Çfarë ndodh? Çlironi. Çfarë ndodh kur ecim në errësirë pyeti? Neve nuk shohim, Dhe ne po flasim. rëzohemi. Ndërsa kur ecim drejt, nuk rëzohemi. Kështu dhe në udhtimin e jetës tuaj, nëse do keni këto fjalë vazhdimisht, nuk do rëzoheni, se do shikoni rrugën. Nëse Perëndia ka bërë që universi të vazhdoj të bëhet gjithë një edhe më i madh. Është një mister që ne nuk mund ta kuptojmë të gjitha. Ne kuptojmë nga Perëndia, por nuk mund ta kuptojmë të gjitha. Një shprehje e dëgjuar në kishën ortodokse është kështu: Perëndia është mbi arsye, po jo jashtë arsyes. Do thotë arsyeja janë kupton shumë gjëra, por nuk mund ta kuptojmë gjithë misterin. Nuk e njohim të gjithë historinë, por dal nga dal, sa më tepër rritemi shpirtërisht, aq më shumë fillojmë të kuptojmë. I bie në çike me kuptuar pjesërisht dhe jo të gjithë. Të gjithën tash do të jesh i barabartë me Perëndin, që ta kuptosh të gjithën. Por ai sa është zbuluar, na mjafton për të rregulluar jetën tonë. Njeriu ka dhe shumë kuriozitete që do di. Po jo çdo kuriozitet do ndihmojë atë. Ne na është zbuluar ai sa ne mund ta mbajmë, dhe ai sa ne na nevojitet. Kur do lexoni shkrimin e shenjtë, më vonë, do lexoni gjithë tani, do shikoni për shembull se një nga shenjtorët e mëdhenj dhe apostujt e mëdhenj Shën Pavli thotë tani thotë ne njohim pjesërisht e shohim si pasqyrë. Por kur nëse do bëhemi të denj, të paraqitemi para Perëndis, dhe shohim të gjithën. Po ai sa dim tani, na mjafton për shpëtimin tonë. Dhe shkrimi i shenjtë nuk është një manual shkencor për shpjeguar çdo fenomen. Shumë pse ndodh kjo, pse ndodh ajo. Shkrimi i shenjtë është për të kuptuar fillimin e ekzistencës sonë, edhe për të kuptuar misterin e shpëtimit. Por zbulimet që vijnë janë shumë të mira, dhe shkencëtarët një punë të mirë, nuk do të thotë se zbulohet gjithçka. Para 20 vjetësh thoheshin diçka tjetër për universin. Sot thonë diçka tjetër. Nuk e dim çfarë mund të thonë mbas 50 vjetësh, që mund zbulohet. Nuk është zbuluar gjithë misteri. Por është zbuluar misteri i shpëtimit tonë. Që është pikërisht ardhja e Zotit, bindja e Zotit dhe vepra e tij shpëtimtare. Po të mësojmë këtë, është mjaft. Do fillojmë të kuptojmë më mirë edhe këto pyetje që bëjmë. Por ju përgëzoj që keni vëmendjen kurioztare për të ditur sa më shumë, po nuk mund të mësojmë të gjitha brenda një viti. Edhe ju për shembull
Nuk mund të bëni brenda vitit mbaroni dhe nëntëvjeçaren, dhe gjimnazin, dhe universitetin, do dhe kone vetë ajo. Po, duke vazhduar kërkimin, përgjigje akoma më të rëndësishme do vjen tek ju, që të universi. Por që edhe zbulimet shkencore janë shumë të rëndësishme, shpeshherë edhe kundërshtohen pas sa kohësh. Kur Einsteini solli teorinë të re që ka përcjellur tek Newtoni, shumë veta e pranuan. Pastaj më vonë e pranuan thjesht mbasi 100 vjetësh mund të jetë një shkencëtar tjetër që sjell çfarë zbulime të reja. Zhvillohet teknologjia, zhvillohet mundësia e vëzhgimit. Ndje ka për që një javë të këtë 7 ditë. Javë thotë që janë 7 ditë. Është më tepër një shpjegim i joni për të orientuar. Mund ta bësh dhe javën 5 ditë, po duhet. Mund të bësh dhe javën 1 muaj. 7 ishte një simbol që përcakton të simbolizëm tërsinë e diçka. Në folklore, në pralla, kaptoj 7 male, 7 dete, nuk ka kuptimin vetëm thjesht 7 ditëve për të numëruar. Në hebrejisht, fjala që është për ditën tregon një periudhë kohe, të plotë, një cikël. Po e njëjta fjalë përdoret edhe për vitin. Numri 7 tregon plotësimin e një kohe. Dhe dita e 7 ishte pushimja, sabat, e 7. Gjallja ndodhi ditën e parë djavës, të hënë, që u bëj diela pastaj, për treguar që mbas 7-s vjen 8-a, një ditë që s'ka më mbarim. Dhe numra simbolik, të cilët në popull të ndryshëm mund të ketë numra pak të ndryshëm, që përcaktojnë këtë, siç është 40-a. Vazhdimisht 48, Izraeli shkret tjerë, 40 dita gjërimi, është 40-a, është simboli një kohe saktuar. Janë numra simbolik më të. Ding ding dang, diçka po lajmërojnë. Ding dang, ding ding dang, këmbana cingullojnë. Ding dang, ding ding dang, diçka po lajmërojnë. Ding ding dang, këndojnë për lekën tënde, i vogli Jesu, këndojnë për ne fëmijët dhe për të gjithë ju. Krishtlindje festoni, si ëngjël këndoni, lavdime të larta, ati i këndoni. Bravo. Ju uroj të gëzuar Krishtlindje, një vit të ri të mbarë. Keni suksese në mësime, por më e rëndësishmja, mësimet janë shumë të rëndësishme. Më e rëndësishme është sjellja. Dikur kështu thonin, sjellja e zbukuron njeriu. As veshjet, as makjazhet, as gjë tjetër. Sjellja e zbukuron. Kur shikon një njeri që sjellet mirë, ai njeri sido që të jetë, duket njeri shumë i bukur. Në fillimisht sjelljen, e dytën mësimin.